Nëna e saj u varros të premten në varrezat e fshatit, vetëm Iati dhe disa bashkëfshatar ishin aty. Olga ishte vetëm 8 vjeçe dhe tashmë ishte jetime, por vajza ende nuk e kuptonte dhe nuk e realizonte këtë. Që nga ai moment, Iati u përpoq në çdo mënyrë të mundshme t'i zaventësonte nënën vajzës së tij, që ajo të mos ndjehej e vetmuar. Ai kurrë nuk u martua përsëri. Me sa duket e donte shumë nënën e Olgës edhe nuk mund të imagjinonte askën tjetër në vendin e saj. Gjithashtu kishte frikë se një grua tjetër mund të ofendonte vajzën. Nuk donte që vajza e tij të kishte një njerëk. Iati i Olgës ishte rojtar pylli. Ata jetonin në skaj të pyllit larg fshatit. Baba e bij kalonin shumë kohë në Tajik. Evgeni e merrte Olgën me vete në punë edhe e kishte frikë të rinte vajzën vetëm në shtëpi. Olja e donte shumë të Atin, edhe pas vdekjes së nënës ai ishte i vetmi i afërmi i saj. Një ditë, ndërsa po ecnin rreth pronës së tyre, Evgeni dhe vajza e tij gjetën një këlysh të vogël ujku me zbari të dendur. I ngjante shumë një këlyshi të zakonshëm qeni. Ai lehte me zë të hollë edhe i ngjitej nënës së tij, e cila qëndronte e palëvizur në tokë. "Këta bastard, këta hor, e lan foshnjën pa nën", tha Evgeni duke i referuar gjuetarëve të paligjshëm, të cilët ai kishte arritur t'i tremte, por nuk kishte mundur t'i arrinte, pasi ata ishin zhdukur në thellësi të pyllit. Ata e varrosën ujkonjën në një pemë dhe morën këlyshin me vete në kasole, duke e lënë aty për të jetuar me ta. Olga e dashuroi këlyshin me gjithë zemër. Ai i ndriçoi ditët e trishta pas humbjes së nënës së saj të dashur. Edhe Evgeni më në fund pa vajzën e tij të buzëqeshte pas javësh të tëra, edhe dëgjoi të qeshurin e saj këmbuese kur luante me këlyshin e ujkut. Pranvera dhe vera kaluan dhe erdhi vjeshta. Këlyshi i rritur i ujkut filloi të vinte gjithnjë e mëral në kasole. Ai nisi gradualisht të jetonte jetën e tij të egër, ashtu siç i takonte një kafshë të pyllit. Evgeni dhe Olga u kthyen të jetonin në fshat. Vajza filloi klasën e parë. Çdo ditë Evgeni e çonte vajzën e tij në shkollën e qytetit sepse donte t'i jepte asaj më të mirën, si në arsim ashtu edhe në jetë. Shkolla e fshatit më të afërt ishte në prag të mbylljes për shkak të mungesës së mësuesve. Kështu kaloi një vit tjetër. Përsëri Evgeni dhe Olga kaluan të gjithë verën në Tajik, dhe me ta ishte edhe ujku i rritur. Ai vinte shpesh në kasole për të vizituar miqtë e tij. Kjo vazhdoi pothuajse çdo vit, derisa Olga mbaroi shkollën. Pasi përfundoi shkollën, vajza u regjistrua në kolegj. Ajo u specializua si veterinere dhe e gjeti punë në një klinikë veterinare të mirë. Filloi të fitonte para të mira. Ajo mori me qira një apartament të vogël dhe telefononte shpesh baban e saj. Por ai gjithmonë i thoshte se nuk mund ta linte pyllin edhe shtëpinë ku kishte qenë vërtet i lumtur me të ëmën. "Është keq që ajo nuk është më", thoshte Evgeni, por kujtimet për të ëmën ngrohin shpirtin. Edhe Olja ishte e vetme, jeta e saj personale nuk po ecte siç duhet. Kishte shumë djem që e kërkonin, por ajo nuk kishte ndjenja për asnjërin prej tyre dhe i mbante në distancë. Ajo dëshironte një familje si ajo që kishin pasur prindërit e saj, një dashuri të vetme edhe të përjetshme. Si zakonisht, në ditët e saj të pushimit, ajo shkoi për të vizituar baban. Në mëngjes, Iati u bë gati për të shkuar në Tajik, për të patrulluar zonën e tij në pyll. "Babi, jashtë është shumë lagësht, ka rënë shi gjithë natën. Ndoshta nuk duhet të dalësh sot", i tha Olja duke i shikuar me shpresë në sy. "Nuk mund të mos shkoj bi, e di luftën time të përjetshme me gjuetarët e paligjshëm", u përgjigj babai duke veshur xhaketën e trash. "Babi, bëj kujdes, mos u vono, moti është i keq", i tha Olja sikur të parandjente diçka të keqe. Rojtari i pyllit u nis dhe vajza filloi të merrej me punët e shtëpisë. Ishte e nevojshme të vendoste rregull në shtëpinë beqare të babait të saj. Duke pastruar, koha kaloi shpejt dhe vajza kuptoi që tashmë kishte kaluar gjysma e ditës. Duke parë orën, ajo ndjeu shqetësim. Kishin kaluar pothuajse 5 orë që nga momenti kur babai ishte larguar. Ai duhet të ishte kthyer me kohë. Olja nuk po gjente qetësi. Gjatë gjithë kësaj kohe, një rojtar me përvojë si Iati do të kishte përfunduar patrullimin disa herë. Ajo nuk mund të priste më dhe vendosi të shkonte vetë për ta kërkuar baban.
Por ndryshe së shpejti do të binte errësira dhe do të ishte pamundur të orientoheshe në pyll. Shpresa e saj e vetme ishte drita e fortë e telefonit, dhe kryesorja ishte që bateria të kishte mjaftueshëm karikim. Duke marrë me vete një çantë me ilaçe, vajza hyri në pyll. Për disa orë ajo vrapoi nëpër pyll duke kërkuar baban, por pa rezultat. Olja ndodhej tashmë jo larg kasolles, por papritur dëgjoi një ulërim të gjatë. Ajo e kuptoi se ndoshta ishin ujqër. E kapi frika, por nuk mund të ndalonte kërkimin. Në mendje i vinin skena të tmerrshme njëra pas tjetrës. Ajo e fajsonte veten që nuk kishte shkuar me baban. Ankthi nuk e kishte lënë të qetë që nga dita e djeshme, edhe diçka i thoshte se babai i saj ishte diku afër. Ulërima u përsërit edhe disa herë dhe Olga, si me intuit, e ndoqi atë tingull. Ai i dukej disi i njohur dhe i afërt. Duke u futur më thellë në pyll, ajo u ndal në vend nga habia. Evgeni qëndronte i shtrirë pa lëvizur në tokë. Olja vrapoi drejt tij, por pa pritur nga shkuret kërceu një ujk dhe ju hodh përpara, duke i zënë rrugën. Vajza u trem shumë dhe mendoi se kishte ardhur fundi i saj. Një ndjenjë e akullt u përhap në trup. Gjaku i u ngri. Por pa pritur ujku uli kokën mbi trupin e të atit edhe ulëriu me zë të ngjirur edhe të dhimbshëm. Atëherë Olja kuptoi. Ky ishte ai që i kishte thirrur me aq ngulm për ndihmë. Dhe tani, duke e parë nga afër më në fund, e njohu mikun e saj të vjetër. Sa shumë kishte ndryshuar dhe ishte rritur në këto vite që nuk e kishin parë njëri tjetrin. Vajza i u afrua babait edhe e preku lehtë në shpatull. Një rënkim i lehtë u dëgjua. "Është gjallë. Faleminderit, Zot," mendoi Olja me lehtësim. Këmba e tij ishte bllokuar në një kurth dhe nga plaga e rrithte gjak. Vajza u trontit edhe u kaplua nga paniku. Një humbje e madhe gjaku mund të ishte fatale. Ajo nuk mund ta lironte e vet me këmbën e tij nga dhëmbët metalike të kurthit. Olja nxori amoniakun nga çanta, e afroi pranë hundës së babait dhe filloi ta godiste lehtë në faqe. Për fat të mirë, ai erdhi në vete dhe hapi syt. "Olja, si më gjete?" përshpëriti ai me zë të dobët. "Mos qajbi, jam mirë, nuk është asgjë e rëndë." I ati u mundua ta qetësonte për zëri i tij tregonte sa shumë dhimbje po duronte. "Babi, mos fol më, po të nxjerr nga këtu." "E sheh," tha ai, duke i bërë me shenjë ujkut. "Gjuetarët e paligjshëm më kishin zënë prit. E vendosën këto kurth afër kasollës son. Kështu hakmeren ata. Sikur të mos ishte ujku ynë, nuk e di çfarë do të më kishte ndodhur. Ai nuk më la të humbja ndjenjat dhe ulëriu në të gjithë pyllin." "E dëgjova ulërimin e tij dhe erdha," tha Olja, duke e kuptuar që po fliste për të njëjtin ujk që kishin shpëtuar dikur. Së bashku ata arritën ta hapnin kurthin pas shumë mundimesh. Olja i atrajtoi plagën babait, i alidhi këmbën dhe me shumë vështirësi arritën deri te kasollja. "Do të shkoj në fshat të kërkoj ndihmë. Ujku do të qëndroj këtu me ty edhe do të ruaj." Ujku u shtri pranë njeriu të shtrirë, vuri butrat mbi të dhe uli veshët dhe mbylli syt. "Prisni, do të kthehem shpejt," tha vajza dhe u nis me vrap. Një orë më vonë, Olja u kthye me 2 djemë të fortë nga fshati. Babai u dërgua në spital. Për fat, kocka nuk ishte dëmtuar. Këtë herë gjithçka përfundoi mirë dhe plaga i u shërua shpejt. Por kjo ishte takimi i fundit me ujkun. Me veprimin e tij, ai tregoi mirënjohje ndaj njerëzve që dikur e kishin shpëtuar, duke vërtetuar se edhe në natyrën e egër ka vend për mirësinë edhe drejtësinë.